Ka nisur këtë të njëjtën në Pogradec në shkollat e sistemit 9-vjeçar shitja e teksteve shkollore nga klasa e parë deri në klasën e 9. Që në orët e para të mëngjesit, prindrit së bashku me fëmijët kanë dalë për të blerë tekstet në shkollat ku edhe mësojnë fëmijët e tyre. Për këtë vit, çmimi i teksteve shkollore fillon nga 3.000 lekë të reja e deri në 6.000 lekë të reja për gjimnazistët. Por çmimi i tyre sigurisht që për disa prindër është i shtrenjtë, duke marrë parasysh edhe gjendjen ekonomike të Pogradecit. Çfarë klasi mori? Si duken shpejta e balondos? Mua më duke shumë çmimi i lartë, sepse domethënë jemi në një vend këtu që është papunësi, edhe nuk më pëlqen. Çfarë klase keni fëmijë? Unë tani për momentin e kam klasë të tretë. Sikur i thatë njëri 20, ndërkohë që kërkojmë më shumë. Po, pra kështu nuk kishte pyetur fëmia pak më parë dhe kishin thënë 20.000 lekë. Tani më tha 33. I përballoni dot ju? Me vështirësi, domethënë me sakrifica. Ndërkohë, nuk ka nisur shitja e librave në gjimnazet e qytetit dhe sipas informacionit që ne kemi siguruar pranë distributorëve, shitja pritet të nisë të premten. Ndryshe nga klasat e 10-ta, që do të jenë të detyruar të presin deri në datën 12 shtator, pasi tekstet e këtij niveli nuk kanë mbërritur ende. Nga ana tjetër, zyra arsimore Pogradec sqaron se të gjithë prindërit që janë me ndihmë ekonomike apo personat që i përkasin komunitetit rom dhe egjiptian duhet të ruajnë faturat pasi do të bëhet subvencionimi i lekëve për librat që do të blejnë, ndërkohë që përfitojnë subvencionim edhe ato familje të cilat kanë 3 fëmijë në të njëjtin cikël dhe fëmia i tretë përfiton subvencion të librave. Njëkohësisht me shitjen e librave vijojnë edhe regjistrimet në shkolla, ndërsa zyra arsimore apelon që prindërit i regjistrojnë fëmijët pranë zonave ku banojnë.